Falënderimi i ka thënë Allahu subhanahu wa ta'ala, i cili i ka ndalu pa drejtësinë vetes së tij dhe po ashtu e ka bërë të ndaluar në mesin e krijesave. Dhe po ashtu falënderimi i takon atij, sepse i kërcënoi zullumçarët me dënim të rënd në këtë botë dhe po ashtu në botën tjetër. Po ashtu nga ana tjetër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka ndaluar nga zullumi, nga padrejtësia. Dhe në ka lajmëruar se mes duas, se mes lutjes së atij që i bëhet pa drejtësi dhe mes Allahut azza wa jall nuk ka pengesë. Lëvdata dhe begadia e Allahut azza wa jall qofshin mbi familjen e tij të nderuar, mbi shokët e tij, mbi të gjithë ata që i pasojnë deri në ditën e gjykimit. Zëmatin e nderuar, pa drejtësia, zullumi është shkak prej shkaqeve të shkatërimit të njerëzve dhe të shoqërisë, dhe po ashtu i familjeve dhe i individëve. Është në arsyet kryesore të fatkeqësive me të cilat përballen sot njerëzit. E padrejtësia është rruga e cila çon në ndëshkimin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Ajo përfaqëson një errësinë e cila nuk i ndohet zullumçarit në këtë botë, kurse në botën tjetër e bën që me shiu dënimin e Allahut azza wa jall. Edhe për këtë arsye gjejmë shumë argumente nga Kur'ani, nga libri i Allahut azza wa jall, dhe nga suneti i profetit sallallahu alaihi wasallam, të cilat flasin për padrejtësinë, edhe pasojat e saj të rënda, edhe po ashtu argumente të cilat urdhërojnë për drejtësi dhe ndihmën e atij që i bëhet padrejtësi, dhe po ashtu ndihmën e atij që bën zullum. Edhe pyetën pejgamberin sallallahu alaihi wasallam kur i tha shokëve të tij në lidhje me ndihmën e atij që është duke bërë zullum, është duke bërë padrejtësi, i kanë thënë si ta ndihmojmë atë person. Tha profeti sallallahu alaihi wasallam tahjuzuhu an al-dhulm, me ndaluat nga padrejtësia. Në hadith qudsi Allahu subhanahu wa ta'ala thot: ja ibadi, o robërit e mi, inni harramtu dhulma ala nafsi. Me të vërtetë që unë e kam bë zullumin, padrejtësinë të ndaluar ndaj vetes teme, wa ja'altuhu bainakum muharrama, edhe po ashtu e kam bë të ndaluar edhe në mesin tuaj. Fala tadhalimu, edhe mos i bani padrejtësi njëri tjetrit. Shumë që muslimani duhet më friksu Allahut azza wa jall dhe më largu padrejtësisë me të gjitha llojet e saj, dhe çdo ditë na shohim se si përfundojnë zullumçarët në këtë botë, dhe dënimi i Allahut azza wa jall në botën tjetër është edhe më i rëndë. E këto gjëra bëhen mësim për besimtarin, e ai lumtur është ai i cili merr mësim prej të tjera. Porse cilat janë kategoritë dhe llojet e padrejtësisë? Këto kategori dhe këto lloje i kanë dhënë dietarët, edhe kanë thënë që padrejtësia ndodhet në tre lloje. Padrejtësia e parë dhe më e madhe është padrejtësi e cila është mes robit dhe Zotit të vet, padrejtësi në të cilën robi i shoqëron Allahut azza wa jall shok në adhurim. Pra ajo është shirku, pra në adhuru dikën tjetër së bashku me Allahun azza wa jall, e nuk ka dyshim që kjo është padrejtësia më e madhe që një njeri muhet me bë. Në lidhje me këtë, Allahu subhanahu wa ta'ala na njofton për porosinë e Lukmanit kundrejt birit të tij, duke i thënë: ja bunayya la tushrik billah, inna ash-shirka la dhulmun adhim. O biri im, mos i shoqëro ortak Allahut azza wa jall në adhurim, mos adhuro dikë tjetër së bashku me Allahun azza wa jall, sepse me të vërtetë që kjo gjë pra shirku është një padrejtësi shumë e madhe. Dhe këtë lloj padrejtësie Allahu azza wa jall nuk e fal në mënyrë tjetër, vetëm se kur robi i Allahut kthehet në pendim të sinqert tek ai, nëse vdes pa u penduar për kësaj lloj padrejtësie, për shirkut, Allahu azza wa jall nuk e fal këtë lloj gjinahit, duke u mbështetur në fjalën e Allahut subhanahu wa ta'ala: inna Allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Dhe vërtet që Allahu azza wa jall nuk e fal që më adhuru dikush tjetër së bashku me të, kurse gjërat e tjera po deshte i ia fal kujt don. Po ashtu Allahu azza wa jall thot në Kur'an: innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lil-zalimin min ansar. Ai i cili adhuron dikën tjetër së bashku me Allahu subhanahu wa ta'ala, Allahu i ndalon atij xhenetin, strehimi i tij ko me kanë zjarri, dhe për zullumçarët të xhbërësit nuk ka ndihmës. E kjo lloj padrejtësie është e kundërta adhurimit të Allahut një vetëm, i cili është tauhidi.
Lloji i dytë i padrejtësisë është padrejtësia që njeriu i bën vetes së tij duke i shkel saqet e Allahut Azza wa Jalla përveç shirku. Pra bën gjunahe kundrejt Allahut subhanahu wa ta'ala, por se gjunahe që nuk e nxjerrin nga mesi i Islamit. Dhe këto gjunahe bëhen shkak që muslimani me tërherë zemrimin e Allahut Azza wa Jalla. Dhe këto gjunahe bëhen shkak që zemra e muslimanit nuk bëhet tillë që mushet me pika të zeza, siç na ka dërguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith, derisa kjo zemër bëhet komplet e zeza dhe vulosur. Në momentin që vuloset nuk dallon më të vërtetën nga e pavërteta apo të kotën nga e vërteta. E në lidhje me këtë Allahu subhanahu wa ta'ala na tërheq vëmendjen ne edhe në lidhje po ashtu me familjet tona, duke thënë Allahu azza wa jall: Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. O ju që keni besuar, runi veten dhe familjet tuaja për një zjarr. Wa quluha an-nasu wal-hijara. Lana djegse e të cilit janë njerëzit dhe gurët, alejha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Atë pra zjarrin e mbikëqyrin ëngjëj të fuqishëm e të ashpër, të cilët nuk e kundërshtojnë urdhin e Allahut Azza wa Jall, por se e zbatojnë direkt. E në lidhje me këtë lloj padrejtësie, në lidhje me këto saqet e Allahut Azza wa Jall nëse shkelen, atëherë njeriu është në vullnetin e Allahut Azza wa Jall, në dëshirën e tij, nëse don ia fal robit të tij, nëse don e dënon, nëse don e fal me mëshirën e tij, nëse e dënon me drejtësinë e tij. Kurse lloji i tretë i padrejtësisë është padrejtësia në mesin e njerëzve. Në momentin që dikush i cënon dikujt tjetër shejtrin e gjakut, të ndërit dhe pasurisë, e ky lloj i padrejtësisë nuk falet edhe nëse njeriu pendohet deri në momentin që kthehet haku në vendin e vet, apo njeriu i kërkon halallekun atij tjetrit të cilit i ka hyrë në hak. Na tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith duke thënë: do të hakmarreni në ditën e gjykimit. Pra, zullumçari ka me i kthy padrejtësinë në vendin e vet, duke i dhuruar të mira atij tjetrit, ose duke i dhënë prej të veçijave të tia atij tjetrit. Sa thosh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, derisa edhe kafshët kanë u hakmarrë mes njëra tjetrës, sa delja pa brina ka mu hakmarrë ndaj deles me brina. Pra nëse delja me brina i gara deles pa brina në këtë botë, Allahu azza wa jall me drejtësinë e tij absolute që nuk lën gjë pa shkuar në vend, i ringjall të dyja, edhe kjo delja tjetër e merr hakun e saj edhe bëhen pluhun, zhduken, ndërsa njeriu vazhdon edhe gjykohet edhe vazhdon në përjetësi, në dënim ose në shpërblim. Po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na thot në hadith: kush i ka bëj padrejtësi vllazëve në nderin e tij apo diku tjetër, le t'i kërkuaj atij falje sot, pra halallekun më kërku sot, sepse nuk ka shtur për kërku njeriu falje dhe me kërku halallek, porse është shenjë për shenjave të devotshmërisë dhe shenjë për shenjave të burrnisë, sepse njeriu ndoshta mendon që duke i kërku halallekun atij tjetrit i ulet vlera e tij, përsa është e kundërta. Duke kërku halallekun atij tjetrit, e para rritet tek Allahu azza wa jall, edhe e dyta rritet në sytë e njerëzve dhe nuk ulet tek ata. Vazhdon e thot profeti sallallahu alaihi wasallam, pra le t'i kërkoj falje sot, para asaj dite, kur nuk ka me pas as dinar e as dirhem, pra nuk ka me pas pare. Nëse pra zullumçari nuk ka me pas vepra të mira, po vepra të mira që më janë atij tjetrit, sepse tregu i asaj dite, i ditës së gjykimit, nuk bazohet në pare, nuk bazohet valuta asaj dite në veprat e mira dhe veprat e këqija. Janë veprat që njeriu ka bërë në këtë botë. E këto kanë me kënë valuta asaj dite dhe kanë më këmby në ditën e gjykimit. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, nëse zullumçari nuk ka me pas veprat mira, atëherë do t'i merren gjunahet e tij, që e atij që është pa drejtësi dhe do t'i jepen kujt zullumçarit. Një ditë për ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte duke ndaj me shokët e tij, edhe i drejtohet shokëve të tij duke i thënë: e tadruna men al-muflis? A e dini se kush është i falimentuar? Pra deshi me tërheq vëmendjen e shokëve të tij duke i bërë një pyetje, edhe i thanin shokët e profetit sallallahu alaihi wasallam:
I falimentum dhe na është ai I cili nuk ka as pare e nuk ka as madh. Pejgamberi selam atëherë I tha: I falimentumi I umetit tëm është ai I cili vjen në ditën e gjykimit me namaz, me zakat dhe me agjërim. Pra, jo thjesht me gjërat obligative, por se me vepra shtesë, me namaz shtesë, me agjërim shtesë, vullnetar, nafile. Pra në synin e njerëzve, ky është njëri I devotshëm, ky është njëri I cili I ruhet sa që dhe kufiret e Allahut azza wa jall. Por se çfarë bën ky person? Ka sha filanin, ka shpif për filanin, I ka hamër pasunin filanit, ka derdh gjakun e dikujt tjetër, ka rrah dikë tjetër, pra I ka hi në hak personave të tjerë. Edhe kur t'i jepen prej veprave të mira këtij person, thot profeti sallallahu alaihi wasallam, do të merren prej gjinaheve të atyre personave që ky ka pa drejtësi, do t'i ngarkohen këtij person edhe ky ka mu hell në zjarr. E ky është personi I cili duket në sy të njerëzve I devotshëm. Pra I kryen ato obligimet e përgjithshme. Por se I ka hi në hak njerëzve, si puna asaj në gjumon e kaluar, asaj që u dukte e devotshëm në pavet parë, por se ku I shite saj nuk I lë dërfat me gjuhën e saj, edhe tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ajo është në zjarr. Si është puna atyne që nuk janë as të devotshëm edhe hi në hak njerëzve. Janë një gradë edhe më poshtë. Lutim Allahun azza wa jall me na ruaj dhe me na largu nga të gjitha llojet e padrejtësisë. Përfundimi I zullumçarëve është I keq. Dënimi I tyre në botën tjetër është I rënë, ndërkohë që Allahu azza wa jall I drejtohet atyre me kërcënim dhe me mallkim. Siç thot Allahu azza wa jall: "Ala la'natullahi 'ala adh-dhalimin." Mallkimi I Allahut qoftë mbi të padrejtit. Po ashtu thot: "Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwi al-wujuh bi'sa ash-sharabu wa sa'at murtafaqa." Na kena përgatit, thot Allahu azza wa jall, për zullumçarët, mohuesit, keqbërësit një zjarr, I cili I rrethon nga të gjitha anët, nëse ata kanë me kërku ndihmë, ka mjullon një ujë, I cili ju përvëllon në ftyrat, e sa pije keqe është ajo, e sa strehim I keq është zjarri. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu, amma ba'd. Gjëmatë e nderuar, prej ligjeve të Allahut subhanahu wa ta'ala në këtë botë është se, siç na tregon Sheikhul Islami, se Allahu subhanahu wa ta'ala I shkatërron vendet tirane, vendet zullumçare, edhe nëse ato janë vende islame. Dhe po ashtu e ndihmon edhe ngrenë vendin e së drejtës, aty ku mbahet drejtësia, edhe nëse është vend mosbesimtar. Dhe zullumi, padrejtësia ka pasojat e saj negative në veçanti tek individi dhe në përgjithësi tek shoqënia ku jetojnë. Nuk mundet një jetë me kanë në rregull padrejtësi, e në lidhje me këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u kujdes që këtë parim me forcu të Muadh ibn Jabal radiallahu anhu para se ta çonte në Yemen për ti mësu fe njerëzve, I mësoj disa gjëra të rëndësishme, gjëra bazë, ndërsa I mësoj edhe këtë duke I thënë wattaqi da'watal mazlum. Edhe ruhu duas, lutjes së atij të cilit I bëhet padrejtësi, fa innahu laysa bainaha wa bain Allahi hijab, sepse me të vërtetë që mes kësaj lutjeje dhe mes Allahut subhanahu wa ta'ala nuk ka perde, pra është e pranuar me duaja atij që I bëhet padrejtësi. Po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka kërku mbrojtje tek Allahu azza wa jall duke thënë: "O Allahu im, kërkoj mbrojtjen tënde që të mos jem prej atyre që bëjnë zullum apo që I bëhet zullum." Ndërkohë që historia është e mbushur me rrëfime, tregime të popujve të mëhershëm, të cilët u vuçën edhe më pas u shkatërron. U shkatërron prej lutjeve të atyre që jashtë bë padrejtësi dhe u ndëshkuan nga Allahu azza wa jall. Siç ishte faraoni I cili u rebelu në tiraninë e tij, në zullumin e tij. U bava një mall në sundimin e tij, duke I sprovu dhe duke I torturu Banu Israilët, ashtu siç I linte të gjalla femnat dhe I mbyste fëmijët. E Musa alayhis salam I dërgoi popullit e vet se ndihma vjen me anë të Allahut subhanahu wa ta'ala, siç thot Allahu në Kur'an: "Ista'inu billahi wasbiru", kërkoni ndihmë nga Allahu dhe duroni. Dhe përveç kësaj nuk u mjaftu vetëm me fjalë,
kurse e pasoj edhe me vepër, në mënyrë që me ndjek edhe populli i tij dhe i ngriti durt me nënshtrim dhe Allahut Azza wa Jall dhe u lut kundër faraonit dhe barisë së tij, siç e përmend Allahu Azza wa Jall në Kur'an. وصد وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا. Musa i tha o Zoti jon, ti ki dhënë faraonit dhe parisë së tij stoli dhe pasuni në jetën e kësaj bote. Rabbana li yudillu an sabilik, por ata o Zoti jon na largojnë nga rruga jote. Rabbana tumis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarau al-'adhab al-alim. O Zoti jon, shkatërroje pasurinë e tyre, vullosi zemrat e tyre se ata nuk besojnë derisa të shijojnë dënimin e dhëmshëm. Allahu Azza wa Jall ju përgjigj duas lutjes së Musait alayhis salam, e cili ishte përfundimi i faraonit, e fundosi Allahu Azza wa Jall faraonin së bashku me ushtrinë e tij dhe parinë e tij, as që i bani dobi pushtetit i tij dhe fuqia që kishte, e ky ishte dënimi në këtë botë, ndërkohë që dënimi në botën tjetër për faraonin Allahu Azza wa Jall na përshkruan në Kur'an duke thënë: "An-naru yu'raduna 'alayha ghuduwwan wa 'ashiyya ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب." Zjarrit të cilit i ekspozohen çdo mjes dhe çdo darkë. E kur të arrijë dita e gjykimit, ju thuhet atyre çoni pasuesit e faraonit në dënimin më të rëndë. E ky ishte përfundimi i faraonit dhe faraonëve të tjerë para kësaj kohe dhe në këtë kohë. Ndërkohë që njerëzit e padrejtë zullumçar mendojnë që Allahu subhanahu wa ta'ala nuk ka më hakmar, nuk ka më ndëshku ata për padrejtësitë që kanë bërë dhe vazhdojnë me i bërë, ndërkohë që Allahu Azza wa Jall thotë në Kur'an: "Wala tahsabanna Allaha ghafilan 'amma ya'malu adh-dhalimun, innama yu'akhiruhum li yawmin tashkhasu fihi al-absar." Edhe mos mendoni se Allahu Azza wa Jall nuk i sheh ato zullumet që bën njerëzit e padrejtë, me të vërtetë që ai vonon për një ditë kur kanë me ushtang shikime. Sidomos kur këto padrejtësi i bëhen robërve të devotshëm të Allahut Azza wa Jall, besimtarëve të Allahut subhanahu wa ta'ala, ashtu siç thot Allahu në Kur'an: "Innal ladhina fatanu al-mu'minina wal-mu'minati thumma lam yatubu falahum 'adhabu jahannama wa lahum 'adhabu al-hariq." Me të vërtetë që ata që i sprovunën besimtarë dhe besimtarë duke i torturuar ata, edhe nuk u penduan tek Allahu Azza wa Jall, ato kanë dënimin e xhehenamit dhe do të kenë ndëshkimin e zjarrit, thot Allahu subhanahu wa ta'ala. Në hadith qudsi po ashtu Allahu Azza wa Jall thot: "Man 'ada li waliyan faqad adhantuhu bil harb." Ai i cili cënon një të dashurin tim, unë i kam shpall luftë atij, thot Allahu Azza wa Jall. Ndërkohë që pejgamberi alayhis salam thot: "Adh-dhulmu dhulumatun yawm al-qiyamah." Padrejtësia, me vërtetë që padrejtësia është errësinë në ditën e gjykimit. Pra, mirë për ata që i bojnë padrejtësi robërve të Allahut Azza wa Jall. Ata kanë të humbur në këtë dynja, ndërsa në ahiret i pret një dënim i rëndë. Kanë më kërkuar që m'ju lehtësu vujtjet e tyre, por se nuk ka më përgjigj askush. Nuk ka pushim për ta, nuk ka as rehati, nuk ka as ndihmë, as mëshirë. Kanë u pendu për ata që kanë bë, porse dënimin e tyre kanë me zgjedh në botën tjetër, ashtu si thot Allahu Azza wa Jall: "Wala tahsabanna Allaha ghafilan 'amma ya'malu adh-dhalimun, innama yu'akhiruhum li yawmin tashkhasu fihi al-absar." Mos mendoj që Allahu Azza wa Jall nuk e sheh se çfarë bajnë zullumçarët, me të vërtetë që ai u shtyn dënimin e tij në atë ditë kur kanë me ushtang, pra shikimit për të merrëve që shohin në ditën e gjykimit. Elusim Allahun subhanahu wa ta'ala që me i rujt musliman dhe robërit e tij besimtar nga zullumi dhe padrejtësia që i bëhet, kurthet e zullumçarëve dhe atyre që bëhen palme ta me i kthy kundër atyre, me i ndihmu ata të cilët ju është bërë padrejtësi me dhimbjen e tij, e me ardh ajo ditë kur i rikthehet e drejta atyre në këtë botë para botës tjetër, duke i kënaqur zemrat e besimtarëve dhe duke i qetësuar me kthimin e të drejtave në vendin e tyre. Allahumma amin.